Po e vendos të kamerë sepse diçka nuk është në rregull. Po filloj të dyshoj që gruaja ime në karrocë po më tradhton. Nuk du ta besoj, por duhet ta vërtetoj. Zoti na ndihmoft. Kam 5 vite që jetoj vetëm për të kujdesur për gruan time, Elenën. Një aksident i tmerrshëm me makinë e la pa lëvizje në këmbë, ose të paktën kështu më than mjekët, dhe kështu më thoshte ajo çdo ditë. Kam punuar me 3 turne dhe kam shitur deri edhe gjakun tim, vetëm për të paguar terapitë e saj dhe infermieren që rrinte me të. Çdo natë kthehemi dormuar, e marr në krah për ta larë dhe i poshpëris se çdo gjë do të bëhet mirë. Ajo më sheh në sy dhe më thret, "Angel im." Para 1 muaji, diçka ndryshoi. Një ditë u ktheva herët dhe gjeta i brikun e çajit të nxehtë, por infermierja nuk ishte në shtëpi. Më vonë, gjeta balt mbi tapet, shumë larg hyrjes, dhe një palë këpuc me tak të reja në fund të dollapit, me majat pak të konsumuara. Si ka mundësi që Elena t'i kishte ato, kur ajo supozohet se nuk lëviz dot? Dyshimin nuk po e duroja dot më. Kështu që instalova një kamerë të fshehur te detektori i tymit. Të nesërmen, u hoqa sikur do të shkoja në punë me turn të dyfisht, por u parkova 2 rrugë më tutje dhe hapa aplikacionin në celular. Duart më dridheshin. Vetëm pak minuta pasi u largova, e pash. Elena u ngrit nga karrigja me rrota me një shkathësi që më la pa frym. Vuri muzikë me zët lart, hapi një shishe verë dhe filloi të kërcente para pasqyrës, krejtësisht e shëndetshme. Gjithçka ishte një gënjeshtër. Papritur, zilja e derës ra. Ajo vrapoi me gëzim dhe hapi derën për një burr. U hodhën në krahët e njëri tjetrit dhe u puthën sikur unë të mos kisha ekzistuar kurrë. Nuk po i mbaj dot lotët, duke parë këtë pamje. Por tani dua t'ju pyes ju. Kush mendoni se ishte ai burr? Bëni like videon, komentoni mendimin tuaj dhe bëni follow, sepse pjesa e dytë do të publikohet në këtë kanal.